Një nga figurat më interesante të Partisë Republikane të shtetit të New Yorkut foli në darkën e Këshillit të Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane. Edward Cox tha në fillim të fjalës së tij se sillte për shqiptarët e Amerikës përshëndetjet më të ngrohta nga presidenti Donald Trump, të cilin e përshkroi si një mbështetës të fuqishëm të shqiptaro-amerikanëve që ka qëndruar fort për lirinë dhe demokracinë. Jam krenar gjithashtu që sjell me vete një lidhje personale me historinë e Shqipërisë. Vjeri im, presidenti Richard Nixon, ishte kushëriri i nëntë me mbretin Leka parë të Shqipërisë, tha ai. Presidenti Nixon ja kushtoi jetën e tij mbrojtjes së demokracisë në mbar botën, sidomos në Europën lindore. Ai e kuptoi që fuqia dhe bekadia e Amerikës ishin të lidhura ngushtë me përparimin e lirisë jashtë vendit. Mëtej vijoi fjalimin e tij, në të cilin vlerësoi personalisht botuesin e gazetës Iliria, Vebi Bajramin. Shqipëria dhe shqiptarët kanë qenë në shekuj në krahun e dur të lirisë. Në fakt, shqiptarët janë ndër popujt më pro-amerikanë në botë. Ata e dinë thellë në historinë dhe përvojën e tyre çfarë do të thotë që të luftosh për liri dhe të gëzosh demokracinë. E pam këtë në mënyrën më të gjallë në luftën për pavarësinë e Kosovës. Shqiptaro-amerikanët luajtën një rol kaq shumë mjetik për këtë kauzë dhe u mbështetën nga të gjithë krahët politik këtu në Shtetet e Bashkuara, nga udhëheqësit si presidenti Bill Clinton dhe senatori Bob Dole. Përkushtimi dypartijak për lirinë e Kosovës vijon dhe po vazhdon në presidentin Trump. Sot ne gëzojmë që Shqipëria është anëtare e NATO-s, e sigurt në mbrojtjen e Shteteve të Bashkuara. Shqipëria është një vend i bukur, me kulturë dhe trashëgimi të pasur, dhe jemi krenar që qëndrojmë krah për krah si aleat. Së bashku, lidhjet mes amerikanëve dhe shqiptarëve janë të forta, të rrënjosura në vlerat e përbashkëta dhe një dashuri e njëjtë për lirinë. Jam i nderuar që po festoj këtë miqësi me ju sot dhe jam i gatshëm të punojmë edhe më tej së bashku për të siguruar që të bëhet edhe më e fuqishme në vitet që do vinë. Faleminderit dhe Zoti i bekoft komunitetin shqiptaro-amerikan, si dhe Zoti i bekoft Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha Edward Cox.